Konflikti në lindjen e mesme vijon prej plot një jave, ndërsa tensionet mes Izraelit, SBA-ve dhe Iranit po shkallëzohen me shpejtësi shqetësuese. Avionët izraelit kanë kryer sulme të reja ndaj Teheranit dhe Beirutit, duke goditur infrastrukturën e regjimit iranian dhe bazat e Hezbollah në Liban. Shefi i shtabit të IDF paralajmëroi se faza e parë e operacioneve ka si qëllim vendosjen e superioritetit ajror dhe shkatërimin e kapaciteteve raketore, ndërsa surprizat e reja nuk janë përjashtuar. Sirenat paralajmëruese në Izrael dhe shpërthimet në jug të Beirutit kanë shkaktuar panik dhe evakuime të përkohshme, por pa viktima të raportuara. Sipas deklaratave të sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegseth, fuqia e zjarrit mbi Iranin pritet të rritet ndjeshëm, me mundësinë e përdorimit të bazës britanike Diego Garcia për intensifikimin e sulmeve. Në të njëjtën kohë, presidenti amerikan Donald Trump ka hedhur poshtë çdo plan për pushtim tokësor, duke quajtur një veprim të tillë humbje kohe, ndërsa shtoi se Teherani ka humbur gjithçka që mund të humbas. Ndërkohë, situata në gjirin persik po përkeqësohet me ritme dramatike. Ministri i Energjisë së Katarit ka paralajmëruar se të gjithë eksportuesit e energjisë mund të ndalojnë prodhimin brenda pak ditësh, duke rritur çmimin e naftës në nivele historike prej $150 për fuqi. Sulmet e Iranit mbi Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Bahreinin, Kuvajtin dhe Omanin kanë shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha infrastrukturore, ndërsa shërbimet bankare dhe tregtia online janë prekur ndjeshëm. Në një paralajmërim tjetër, Britania e Madhe ka ngritur alarm për Çipron, duke deklaruar se sulmet terroriste nuk mund të përjashtohen, ndërsa ka dërguar avion luftarak Tajfun në Katar dhe ka lejuar SBA-t të përdorin bazat britanike për operacione mbrojtëse. Nga ana tjetër, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka bërë thirrje për shmangjen e udhëtimeve drejt lindjes së mesme deri në një njoftim të dytë, duke theksuar pasigurinë dhe paparashikueshmërinë e situatës. Kjo luftë po transformon në rajonin e gjirit persik, i njohur më parë si oazi i qetësisë dhe luksit, në një arenë destabiliteti dhe pasigurie. Investimet, turizmi dhe ekonomitë lokale rrezikohen seriozisht, ndërsa çdo ditë shton pasojat humanitare dhe ekonomike të konfliktit.